Përshëndetje miq të podcastit tim Pa Komplekse me mua Elionin. Sot kam një personazh mjaft të veçantë që është vërtet e gjithanshme. E kemi parë gjithandej, e kemi parë si kryeredaktore reviste, e kemi parë si shkrimtare, e kemi parë si opinioniste, madje edhe si influencuese edhe për gatime, edhe influencuese në rrjetet sociale për kauza të ndryshme, mirë po ka qenë shumë vizibër shumicën e kohës. Kohëve të fundit nuk është aq e ekspozuar dhe prandaj jam shumë i lumtur që e ka pranuar ftesën time, që të flasim sot edhe për këtë gjithanshmërinë e saj, për jetën publike, për atë private, për paraqekimet ndaj grave, për feminizmin e shumë tema të tjera që i diskutojmë në podcastin tim. Sot me mua është Iva Tiço. Iva. Shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit për prezantimin, më skuqe direkt. Jo, po e meritoj me vërtet sepse mu kujtua kur fillova këtë epizod tani, kur bënim ato bisedat tona bashkë para 6 vitesh, për libra. Ne të dy na ka lidhur rrjeti dhe libri. Duket sikur rrjeti është armik i librit, por në fakt ka krijuar dhe një komunitet njerëzish që e duan librin. Edhe unë të kam pikasur herët, vetëm që kemi bërë biseda për libra, edhe mos gaboj dhe në karantinë, intervista live për librat. Ishte një gjë që një shpike shumë e bukur dhe për të mbajtur mendjen në vend, në ato ditë të çuditshme. Shumë. Por edhe për që ngeli diçka lumkush, nxori disa mësime pastaj prej saj. Fiks. Ishin biseda shumë të bukura, në fakt unë i shijova shumë edhe ke qenë ndër të para që kam bashkëbiseduar për librat, sepse e dija që unë ju njihja fillimisht nga revista Jeta, ju atëherë ishit kryeredaktore, unë lexoja shumë revista. Po, okay, je shumë i vogël për revistën Jeta, revista Jeta ka dalë nga jeta ime në 2011-ën, i besoj e blinte mamin në shtëpi. Po unë i blija edhe i blinte edhe mami, po i blija dhe unë lexoja shumë, madje kam bashkëpunuar me shumë persona atëherë, jo vetëm me revista, por edhe me gazeta, e kam kontaktuar atëherë Darian Konomin, si ishte kryeredaktori i Shqipit, Aulona Musta ishte tek Paloma. Ka qenë një moment shumë i mirë për shtypin, por që i takon të shkuarës. Tani mua ndonjëherë atë mungon ajo dhe vet harroj çfarë si ka qenë ajo kohë, sepse që nga ai moment jemi dashur ta rishpikim veten disa herë të tjera. Po më mungon sigurisht, më mungon. Prekja fizike e revistës, kur i lexoja gjithë ato revista. Tu i kishi, po shoh revistën time të preferuar, që ka qenë gjithmonë Vanity Fair, është më merr malli. Bota ka akoma revista, ne në Shqipëri për fat keq nuk i kemi më. Fiks, akoma dhe më keq në Kosovë s'kemi fare gazeta. Edhe këtu, edhe nuk e di aq pak sa shtypen, besoj kanë një ndikim periferik, nuk është si dikur. Unë kam punuar gjatë më përpara, para revistave dhe në gazeta, ishte një gjë e madhe kur dilte shkrim në gazetë, të merrnin njerëzit ose në fillim fare ku mua nuk më njihte njëri si fytyrë, që më njihnin vetëm emrin nga të shkruarat në gazetë, dhe unë tamam e kuptova që ky profesion kishte marrë fund, kur erdhi një pikë që sado që bashkëpunoja, shkruaja rregullisht në portale, erdhi një pikë dhe ti duhet i merrje njerëzit në telefon ose t'u dërgoje linkun, më lexoni. Dikur njerëzit të merrnin dhe lexonin, aty thash kjo punë mbaroi. Po është pak e trisht në fakt, sepse është e trisht, është një epokë që ka marrë fund, të paktën në Shqipëri, por unë nuk jam natyra që rri me kokën pas dhe me kam shijuar, janë vitet e mia më të mira, absolutisht. Edhe them të paktën jetova, pata arritjet e mia, kam sukseset e mia, kam rreth 200 revista në shtëpi, Jeta dhe të tjera në të cilat unë kam punuar, bashkëpunuar, kështu që janë një realitet. Po i kam, nuk më mungon asnjë numër revistash. Bravo. Jo, edhe unë me që e përmend, sepse njerëzit nuk e besojnë, kam filluar të lexoj edhe revista shumë i vogël. Madje ne pushimet i bënim Ksamil, dhe aty takoja gjithkohës një gazetashitse, Landa, madje dua ta përshëndes Landën, sepse tani e kam gjetur në Facebook, imagjino. Sepse nuk e kam humbur
kur komunikimin me të, sepse viteve të fundit kemi shkuar kryesisht për pushime në Drimadhës, edhe lam Ksamilin, që nga 2018 nuk shkoj më në Ksamil, sepse u bipopullua, edhe tani në Drimadhës është një farë qetësie, dhe atje takova Landën e gazetave, dhe unë tash Landa do bëj një shkrim për ty, dhe unë bëra një shkrim për Landën, bëra dhe fotot, dhe i nxora dhe blia gjithkohës revistat e ajo. Dhe një herë për ditën e 16, ajo më dha bëri dhurat një libër, edhe një kartolinë që e mbaj akoma me shumë dashuri. Sa bukur. I mbaj mund ato vite kur revistat shpërndaheshin në plazhe dhe unë rria në shezlong edhe shihja njerëzit, nëse kishin bler revistën Jeta, rria shihja çfarë shfletuan, te cili artikull ndalën. Ishte shumë e bukur, një kënaqësi që tani nuk ta japin kur rrjetet sociale apo interneti. Imagjino, unë isha aq i vogël dhe shkruaja unë kam qenë 13-14 vjeç, 15 vjeç kam shkruar, madje edhe te gazeta intervista kur botoja tek njëri dhe Anabeli ma nxori një koment që kisha bërë për revistën. Edhe të duk e botuar. E botuar, po te Dalina Buzja. Ishte gjë shumë e bukur çifje në letër. Madje te intervista publikuan edhe fotografisë, unë dilja edhe me personazhe publik atë periudhë, kisha qef që t'i takoja, po ishte që e bukur se kishe këtë revistën e shtypur dhe mbajmend tek rasti yt Iva, ishte fotografia jote dhe ishte shkrimi aty editoriali që fillonte revista. Letra e kryeredaktores së para që shpjegonte pak a shumë çfarë do gjeni. Si ishte puna e kryeredaktores atëherë në revistë? Jo si Ana Winturit, jo si e filmit, ishte një gjë shumë e vogël se sa filmi që ne shohim, po ishte shumë e bukur, kishte shumë aspekte, kishte mbledhjet editoriale për shkrimet që ne vendosnim, personazhet. Pastaj ishte pjesa që kryesisht me Restafi, unë nuk jam marrë me të, kisha 2 goca shumë të talentuara që merreshin me gjetjen e lokacioneve për të bërë fotografit, një grumbull me rroba, ajo ishte pjesë, pastaj pak më fashion që ngjanë. Kishit shumë fashion ju tek. Po, kishim shumë dhe më e bukura ishte që ishin personazhe shumë të rëndësishëm, jo si tani, që dilnin dhe prisnin për të dalë në revistë, për të dalë në kopertinë. Çdo gjë që dilte në revistë ishte ekskluzive, ishte e folur me personazhet, nuk ishte e rrëmuar në përrjete, përkthyer, përshtatur dhe ishin të gjitha njerëz që flisnin për revistën, vetëm për revistën. Kurse tani kanë ndryshuar kohët dhe unë prandaj nuk kam keqardhje sepse njerëzit të gjithë kanë revistat e tyre. Njerëzit kanë revistat e tyre online, se kush ka faqen e vetë Instagramit që e trajton si një revistë vogël. Unë faqen time kur po më prezantoje më parë, është pak a shumë si revista Jeta. Dikur tani jam unë personazhi kryesor, unë kryeredaktoria, unë editorja e fotografive. Bëj pak a shumë të njëjtat rubrika që kam pasur atëherë, vetëm që jam bërë pak më përtace dhe gjithmonë më të shkurtra shënimet. Ja, që shkrimet gjata. Po, Iva, kush është versioni më reali joti, sepse unë e përmenda që je gjithashme, ke qenë, je dhe shkrimtare, ke botuar një libër. Shkrimtare është fjalë shumë e madhe, shumë faleminderit. Ke qenë te bota e shkruarit. Brenda të shkruarit. Po ke bërë dhe opinionistën, ke bërë bën akoma influencerën. Ke qenë dhe juri të Dancing with the Stars, harrova edhe këtë. Dhe juri të Parasite të Selavi. Ka qenë edicioni i parë i Selavis që na e rikujtoi ky kanali i ri i Klanit, Nostalgji. Më vinin her pas here fotografi të vetes si për të më bërë që të them ua sa kolagjen kemi humbur për kalimin e viteve. Versioni im i vërtet, të gjitha versionet mia të vërtetat janë, unë jam binjakët, nuk e di sa beson astrologji, kështu që merr një njeri dhe ke 10 aty brenda. Të gjitha janë versionet mia që në momentin që i bëj them që është pjesa ime e preferuar. Pastaj merrem me diçka tjetër edhe them po kjo është e preferuar ime. Po updateon veten, domethënë ti e përditson veten, nuk është se ngelesh ti e përqafon të kaluarën, po dhe gjithmonë përditsohem dhe eci përpara sepse do ishte shumë e trisht që unë të ngelesha dhe të vajtoja i në revistat, i ku puna ime, i ku dancing, i ku opinionistja, ka gjëra të reja. Ndonjëherë është
tani me kalimin e moshës ndjej një lloj nostalgjie apo një lloj malli për një kohë të pajetuar që ne nuk e kemi, që është pak a shumë koha e prindërve tan, por jo në Shqipëri, në përballë, se Shqipëria ka pas ato tmerret e diktaturës, fukarallikut e gjithë gjërave të tjera, por që kam pak zilia të jetën e dikurshme, vitet 70, 80, 90, të mos vitet 90, ku dukej koha ishte e njëjtë, dikush nuk ishte surpriza të mëdha, ti zgjidhje një karrierë, një punë, vazhdoje, ishte jeta pak a shumë e përcaktuar, pa këto oscilacionet që kemi kaluar ne, këto ngjitjet, zbritjet e rrufeshme, gjithë të tjera. Do të thënë, kur mendoj, duket ndonjëherë si film, si diçka që brezi ime ka jetuar, që kemi kaluar, jam futur në tranzicion, jam futur në gjimnaz, 14 vjeç, ishte ndryshimi i madh i viteve 90, me përparse të bardh, me përparse të zezja ka të bardha, dhe kam mbushur 15 vjeç, kam fotografi me minifund, si ka qenë një spektakël. Ishte një tranzicion brenda 9 muajsh, të gjithë rritëm, por jo kaq shumë. Ishim programuar për tjetër gjë në 8 vjeçare dhe u futëm në gjimnaz, komplet në një tjetër realitet, dhe pastaj u detyruam që gjatë gjimnazit, fakultetit, kaluam 97-ën. Me thënë, kur brezi im në Shqipëri ka kaluar sa për 10 breza bashkë. Është kështu që kjo nuk më lë që të kem. Nga ana tjetër më bën dhe mirë se nuk më lë që të ngelem mbrapa, them çfarë s'kam kaluar, kështu që po je gjithmonë e hapur për ndryshim, domethënë. Jemi gjithmonë, sepse kjo ka qenë jeta, për fat të mirë ose të keq. Unë jam natyrë optimiste dhe preferoj të them për fat të mirë në këtë rast. Shqipëria akoma quhet në tranzicion, 40 vite tranzicion. Kjo është dramë shumë e madhe, kjo për te të tjerave është dramë shumë e madhe, kur kujtoj që në 90-ën ne kemi pasur një këngë hit, vetëm Brezion mund të përlotet me të, kënga e Elton Dedës dhe Alban Emirit, mos gaboj, e duam jetën ndaj Nalinit ta jetojmë, dhe kjo është tipikja kënga e brezit ton, që vazhdojmë të jemi në tranzicion, dhe tani, dhe atëherë që ishim 14 vjeç, dhe tani që po afrohemi, po shkojmë 50. Vazhdon tranzicioni. Ne na vazhdon tranzicioni, dhe është dhe tragjike nga ana tjetër, se drejqi e mori na. Duhet përfundoj dhe na morën më qaf rinin, pjekurin, tani edhe do na kapi dhe mosha e tretë në tranzicionet mërshme. Po, me që e përmenda që e ka që gjithanshme, ke gjithë këto gjëra, është e lodhshme ti bësh gjithë këto gjëra njëkohësisht? Shiko, unë i bëj gjithë këto gjëra njëkohësisht, po nuk i bëj brenda ditës. Kjo i bëj në kohë të ndryshme. Kështu që jo, nuk është, sepse nuk është se po bëj ndonjë gjë të madhe, po ndjek punët e mia, pasionet e mia. Po të ka penguar ndonjëherë kjo nga mënyra se si e perceptuar nga njerëzit që merreshin me shumë gjëra, sepse të ka penalizuar ndonjëherë? Nuk e di them penalizuar, mua më pëlqen shumë jeta që kam, kështu që them që jam okay, jam shumë mirë, përderisa më pëlqen jeta, nuk do doja të kisha më shumë, i kam të gjitha që më duhen, faleminderit Zotit. Por besoj se quhet shenjë krize nëse ke një CV si të timen që është faqe pafund dhe me gjëra nga më të ndryshme, për cilave ti as nuk i di se nuk i kam hedhur dhe në rrjetet sociale, si punë që i hedh gjithmonë në pak, me marrëdhëniet me publikun apo gjëra të tilla. Ato që janë prapa kuinta. Mendoj që mund të jetë në një farë mënyre, ose po të isha që do duhet të aplikoja në ndonjë institucion, ndoshta nuk do më merrnin seriozisht me të CV, me aq shumë ndryshime apo me punë të bëra në të njëjtën kohë. Fiks shumë mirë përmendë, sepse është një lloj paragjykimi kur ndryshon punë vazhdimisht. Por në Shqipëri tranzicioni i ka të dy anët e medaljes, ose fakti që shumë nga këto profesione un kam pasur fatin që ti prek e para, ti bëj për herë të parë, vazhdoj të jem e kërkuar dhe besoj që nuk më ka munguar kur puna, apo nuk kam qenë kur jashtë tregut të punës, dhe them të drejtën, përveç se për ndonjë projekt ku duhet të çoj CV-n bashklidhur dokumentave, nuk më është dashur që të aplikoj ndonjëherë me CV apo të më mbyllen dyer për të më pyetur për këtë gjë, qoftë kur kam punuar me ndërkombëtarët, është quajtur një CV e pasur. Shumë bukur, po patjetër, një CV që ka shumë faqe, që sado që tentojmë ta reduktojmë, ato janë gjëra që i ke bërë. Në një farë mënyre ka momente, duke qenë ky dualiteti i përhershëm i imi,
që ndërsa kam gjithë këto gjëra, them edhe më përpara se tani pak a shumë jam tërhequr dhe jam më me shumë kohë të lirë po bëj më pak gjëra. Më përpara, kur sa më shumë bëja, kisha shumë zili vajzat e bankave, që punonin në banka, apo në studio ligjore, 9-5, dhe që mbyllej dera e zyrës, lihej edhe puna mendërisht aty. Kurse puna ime nuk ka qenë asnjëherë e tillë, sidomos puna në gazetari, gjithmonë të dilte gjumi dhe natën, kur kishe afate, kishe gjëra të pambaruara, gjëra që vareshin nga personazhet, nga të tjerët, apo kur ti sapo mbaroje një gjë shumë të bukur, dhe ajo ishte bëhej zero, sepse të nesërmen duhej filluar nga e para, dhe sidomos në verë, kur nuk ndodhte gjëra në një treg shumë të vogël, unë jam marrë për shumë gjatë me kulturë. Kultura është një nga gjërat më periferike për fat keq të Shqipërisë dhe duhet prodhoje lajme kulture, personazhe kulture, duhet të mbushje fizikisht edhe faqet e gazetës në verë, 2 faqe për shumë dikur të gazeta shqiptare ishin maks të dilte gjumi natën. Po sot çfarë t'jep më shumë adrenalin? Unë sot nuk e dua adrenalinën. Nuk e dua adrenalinën? Nuk e dua adrenalinën, është gjithë e ka me shumicë dhe vetëm e shtyp. Unë dua qetësinë. Je një fazë tjetër që e do qetësinë? Jam në fazën një 50 vjeçare e re, do të thënë e re në kuptimin sa po mbushur punditësh 50-ën. Urime. Dhe faleminderit dhe dua vetëm të shijoj dhe të qetësohem. U bë kohë, u bë të paktën dhe prandaj dhe kam mungoj shumë tepër se pse u largove? Nuk kem larguar, nga ekspozimi, jam gjithmonë dhe më pak në për ekrane për shumë arsye, por një nga kryesoret është edhe sepse jam bërë pak egoiste për kohën time, dua shumë kohën për vete, për shtëpinë time, për gjërat e mia dhe e mas shumë kur them po, duhet a llogaris që të kem të bëra këto gjërat e vogla të përditshme, por që mua më japin shumë lumturi dhe pastaj duhet llogaris trafikun, gjithë këto gjërat dhe pastaj dhe diçka tjetër që është jashtë kësaj të përditshmet, është ky konsumi shumë i madh që po ndodh në Shqipëri, të paktën me fjalën, me gjërat që thuhen, me mënyrën se si thuhen, është bërë media dhe një lloj kurthi që nuk e di sa i shërben medias në vetveten nuk i shërben dhe nuk di për çfarë shërben, por ky kurthi i klikimeve, kur shumë shpesh personazhet ftohen me gjithë dashamirësi në studio dhe vinë dhe ndihen si në kurth për t'u nxjerrë atë fjalinë e famshme që do bëhet klikim. Dhe gazetarit nuk i shërben, televizionit nuk i shërben, asnjë emisioni nuk i shërben. Nuk është se nëse ti bëhesh si gazetar viral, njerëzit do hapin pultin, do shkojnë në kanale, do të ndjekin emisionin tënd. Nuk të ndjek askush, po jemi futur në këtë që duhet të flitet, duhet të thuhet, duhet bëhesh viral për çfarë? Kush fiton në fund? Po viral mund të bësh me gjëra të bukura. Këto nuk e kuptojnë. Jo, nuk bëhesh viral me gjëra të bukura. Viral bëhesh gjithmonë kur të tjerët diskutojnë dhe njerëzit për fat keq duan diskutojnë skandale, të shara, gjykime dhe më duket është krahasimi ndoshta i shëmtuar, po sikur të marrin dhe të hedhin në plera. Kështu që kam filluar i kam shkurtuar intervistat, përveç emisioneve ku koleget i kam dhe mikesha dhe kanë dashamirësinë që mos punojnë me atë katin e famshëm për të bërë ato videot e shkurtra, duke e ditur që çfarë do komentohet poshtë. Duket budallik se shumica më thonë mos e vrit mendjen çfarë thuhet e të gjitha, por unë kam dhe një lloj respekti për veten që nuk e pse e bën të lë në fundit një gjë që kam qejf, qoftë që mund të jetë edhe thjesht gatimi i drekës për njerëzit e mi dhe të lë këtë gjën që mua më jep shumë kënaqësi dhe jam e dobishme në shtëpinë time për të shkuar në një studio që të bëjmë virale, jo faleminderit. Po, çfarë të ka mërzitur më shumë nga ekspozimi publik? Nuk më ka mërzitur asnjë gjë, por më mërzit edhe pa qenë unë kur shoh njerëz të tjerë.
kur bëj scroll dhe shoh njerëz që janë targetuar vetëm për të marrë klikimet e ditës, më mërzit situata në përgjithësi dhe unë e vetmja gjë që kam në dorë nuk do ndryshimi midis një të riu dhe një të pjekuri, në këtë rast se po flasim tani me pjekurinë e moshës, është që një ri ka akoma, dhe unë kur kam qenë re, doja të ndryshoja botën, kisha revolt, Tani se ke më këtë mision? Rria në për shtëpi dhe flisja me vete, mendoja të bëhet, isha revolucionare. Filloj u zbe dhe tani them jo, unë ndryshoj veten time, ndryshoj rrethanat e mia dhe nuk bëj asgjë që të më prishi këtë fluckën time. E bukur kjo. Po do ta flasim pas shumë vitesh kur ti je këtu afër. Po a ke pasur ndonjë moment që ke dashur të zhdukesh nga rrjetet sociale? Jo, sepse rrjetet e mia sociale, ato që unë përdor janë shumë të pastra, kam një distancë higjienike prej gjitha atyre që më rrethon dhe jo, jam shumë praktike nga ana tjetër që kam marrë gjithmonë më të mirë në rrjeteve sociale. E kam dhe punë, kam dhe të ardhura, kam edhe një komunitet shumë të mirë ndjekësish, të shkëlqyera madje që dhe më lastojnë dhe më ndoshta edhe më shumë se sa duhet dhe më japin kaq dashuri, sa them e meritoj unë gjithë këtë të mirë që më japin, kështu që jo, nuk rrjetet e mia nuk janë negative, nuk më sjellin më asnjë lloj shqetësimi prej shumë kohësh. Komunikoj, kthej përgjigje, domethënë nuk i konsideroj numra followers, apo jam interaktive dhe shpenzoj një pjesë të konsiderueshme kohe aty. Po unë kam parë që edhe kur ke komente negative ti i demaskon komentuesit. Kam prandaj dhe është kaq e pastër, por dhe kjo është në kohën e shkuar e kam bërë diku rregullisht dhe e kam fituar këtë betejë. E kam faqen dritë, mund të ndodhi një herë në 8-9 muaj që të marrë një koment të keq. Tani nuk e demaskoj më, po ka shumë zgjidhje të mira. Zgjodha të ndiqja në fillim këtë rrugë që shumë njerëz ma këshillonin që ta heqësh atë personin anonim nga anonimati vet dhe ta nxjerrësh me fytyrë, ta bësh barabart me veten. Ti po del atëherë dhe ai që fshihet pas tastierës, le të dali aty dhe ta shofi që kur del ekspozohesh dhe mund të kthehen njerëz të tjerë kundër e kupton që ai personi që ti po sulmon është një njeri prej mishi, gjaku që s'të ka asnjë borxh, nuk të pëlqen, shkon në faqen tënde, pastaj ka dhe gjëra mekanizma që fal Zotit, Instagrami i ka, unë shumë me Instagramin merrem, që janë aty të komentojnë vetëm njerëzit që të ndjekin, kështu që kjo më ka bërë që të jenë jashtë ata që mund të futen vetëm, do mundim shumë të madh ti hysh dikujt në profil, ta bësh follow vetëm për ta sharë, sepse del vetë zbuluar aty, kështu që duke e lënë vetëm për njerëzit që quhen ndjekës të mirëfillt, kjo të shpëton pastaj nga shumë andralla, deri dhe te këto të tjera, deri dhe te fjalët kyçe që njerëzit nuk t'i thonë dhe ja ke një faqe të pastër Instagrami. Jo virale, por kujt i interesojnë numrat në këtë rast. Po ke marrë ndonjë koment që të ka lënduar? Jo, shiko. Po të vësh e dua ta mbaj pastër, po jo se lëndohem, sepse kam atë sensin e të drejtës, edhe sensin që unë këtu jam në shtëpinë time dhe janë rregullat e mia. Nuk mund të hysh në shtëpinë time dhe të më shash. Lëndim jo, lëndim po të vësh re ato që quhen sharje apo kritika apo gjithë ato që thuhen në rrjetet sociale, ato tregojnë shumë për personin që i thot. Kështu që nëse një person mua do më vërë në dukje diçka, siç dhe kanë tentuar dikur u qepën, ti nuk thoshe dot një gjë se ishin shkogjej një burr pastaj hajde fol, ose pse s'bën një fëmijë, domethënë gjithë këto gjërat, këto tregojnë në fundit çfarë tregojnë? Tregojnë atë personin përballë çfarë ka ai të rëndësishme kur të sulmon në këtë mënyrë. Nëse një person të sulmon në gjërat private të tipit mungesa e një partneri apo një fëmije, është një person që gjithë arritjen e jetë ka që ka gjetë një burr. Kështu që e mirë në këtë rast e thua që okay, ti je me këtë arritje, unë kam arritje të tjera në jetë, jemi dy njerëz të ndryshëm dhe kaq, por nuk është gjë që mua më lëndon. Po pse njerëzit ndjen kaq të lirë të komentojnë jetën e dikujt tjetër? Njerëzit, kjo është e keqja e rrjeteve sociale që e shohin, nuk e di kush është ajo nevojë për t'u shprehur. Njerëzit them ndonjëherë mos
që ka në këtë ADN-n ton, në ndërtimin e njeriu dëshira për të shkruar, për të bërë shkrimtar. Janë të gjithë, kush më mirë dhe kush më keq, Freudi e thotë që e shkruara të çliron. Është një nga gjërat më çliruese që njihet në psikoterapi, që ti të shkruash. Shumë psikoterapistë kanë pjesë të procesit të shërimit, që ti duhet të shkruash dobësitë tua, letër vetes, ka me mjaft shkolla, sado që unë pëlqej pjesë tjetër psikologjie, pëlqej bisedën me veten, por e shkruara ka shumë shkrimtar që thonë që nëse nuk do shkruani një libër të caktuar, mund të kishin Virginia Woolf, nëse nuk do bënte një personazh të caktuar, do vriste veten, nëse nuk do vrite personazhi, do vriste veten. Pra, të gjithë njerëzit kanë këtë procesin me sa duket të krijimit. Ata që janë shkrimtar të mirë, të talentuar dhe të kultivuar, sepse nuk mjafton vetëm talenti, fokusohen dhe në këtë karrierë. Ata të tjerët pastaj janë shkruajtësa të rrjeteve sociale, po dëshira si duket për të shkruar që ka baraz me dëshirën e të folurit, dëshira për të shprehur. Në fakt nuk e pas kam. Tani e elaborova edhe unë këtu me ty, më solle. Te kjo pikë. Prandaj më pëlqejnë bisedat me njerëz që ndajmë shumë pasion, si librat që të çojnë në gjetje të tilla. Shumë interesante, nuk e kisha menduar këtë. Edhe juaj bile madje më përpara dhe kur ka ndodhur që më kanë sulmuar apo kështu, ju kam thënë okay, u shfryve, ndihesh më mirë tani, okay. Tani po të bëj blog. Shpresoj që t'ju shërbej, ndoshta ju shërben, ose e kanë atjetën të kaq të keqe, kaq të mjeruar, sa ndihen mirë nëse ulin dikë tjetër që e kanë përpara. Pa, mendon që rrjetet sociale në fakt e kanë krijuar një kulturë bullizimi të normalizuar? Shiko, mua më vjen keq për personat që e vuajnë, që nuk janë kaq të fortë apo që nuk kanë këto mekanizmat që kam unë, që dhe unë si kam pasur gjithmonë kaq të mira, ka pasur momente që mund të jem mërzitur, sado që nuk janë futur në krizë, ndërkohë ka kolege të tjera të mia që janë dhe më të forta akoma, i kthejnë në armë për shikueshmëri, për të bërë gallat, për të rritur dhe ato shikimet e tyre dhe në fund për të faturuar më shumë. Por nga ana tjetër mos harrojmë që në përbot kemi shumë raste, edhe në Shqipëri ka pasur raste adoleshentësh që janë bullizuar, që janë futur me të vërtet në depresion apo dhe në tentativave të vrasjesh për shkak të është shumë e fort tek njeriu dëshira që njerëzit ta duan apo ta shohin mirë apo ta pëlqejnë. Është duam s'duam, kush më pak dhe kush më shumë e ka, dhe duke u ekspozuar në rrjetet sociale, ne të gjithë në rrjetet sociale nxjerrim anën tonë më të mirë, më të bukur, të kuruar, dhe e bëjmë këtë në këmbim të marrjes së pëlqimeve. Mua më duket që ai që e ka shpikur është djalli vetë në këtë rast, që ka gjetur këtë mekanizmin që njeriu do që të përmbushi dëshirat e tij për të qenë i dashur, i bukur, që njerëzit i thonë je më i mirë, je më i bukuri. Rrjetet sociale janë pasqyra më e bukur e atij narcisit, që sheh veten dhe përfundon në ujë. Kështu që jo të gjithë e kanë shumë të forta të vetmbrojtjen nga fjalët e të tjerëve apo dëshirën për të qenë i dashur dhe i parë bukur nga të tjerët, mund ta kenë shumë më të madhe dhe mund të shërbej dhe për keq. Në rastin tim, rrjetet sociale mund të them që nuk janë një mjet pune që më kanë shërbyer për mirë. Për mirë. Dhe vazhdon, akoma publikon receta gatimi, publikon pak nga jeta personale, nuk kam parë që publikon jam më dorë shpuar se më përpara, të them të drejtën. Është si një lloj blogu ai Instagrami yt. Si një lloj blogu dhe pak a shumë si revista Jeta dikur. Edhe mungojnë personazhet e famshëm. Po të vija ndoshta disa personazhe do ishte një revistë më e suksesshme. Do ishte tamam një revistë, po të dalim pak tani te një temë që dua ta prekim bashkë, që lidhet me gratë dhe me barazinë gjinore. Do doja të pyesja pse mendon që shoqëria e ka këtë mendimin që mund të vazhdoj të kontrolloj trupin, po edhe zgjedhjet e një gruaje? Nuk dua të them që gruaja ka qenë seksi i dobët dhe jetë e mot është trajtuar në këtë mënyrë.
Nëse kjo periudha ka qenë dikur matriarkati dhe patriarkati ka zgjatur, ndoshta do duhen po kaq vite sa të shkojmë në një rend të ri, ku të dy gjinit mos ketë as matriarkat, as patriarkat, të jetë njeriu, humanizëm, çfarë mund të quhet një rend i ri, një rend i ri shoqëror. Problemi i madh me gruan është që unë e shoh në këtë rast edhe këtë në një dyzim, është që grua s'ju dhan gjithë lëvizjet feministe, patën rezultate të jashtëzakonshme dhe është një ndër gjërat më të mira që kanë ndodhur në botë, por jo gjithçka është dhënë gruas pas kërkesave apo pas luftës apo revolucioneve që ajo ka bërë, ishte dhënë në mënyrë të drejtë, ishte dhënë dhe pak si me hile, po të shohësh historinë ose të paktën ai sa kam lexuar unë, ishte dhënë votë sepse ju janë dashur vota, është nxjerrë në punë, është nxjerrë po them, se është gjithmonë një vullnet pak më lart, po të shohësh këto etapat më të suksesshme të feminizmit, përkojnë edhe me disa zhvillime historike që janë luftrat botërore, nevoja kur burrat kanë qenë në front për të prodhuar më shumë armë, më shumë veshmbathje, ushqime, gjëra që shërbejnë për frontin dhe është bërë dalja e grave në punë, pa aq sa burrat, dhe kjo gjë nuk është shoqëruar me më pak ngarkesë në familje. Do të thënë gruaja është futur në një lloj spiraleje që për të mirën e saj ka fituar gjëja më e madhe për mua është liria e zgjedhjes, që çdo kush të ketë të drejtë të zgjedhë që çfarë do të bëjë me jetën e vet, të shkollohet apo të rrinë në shtëpi, të punojë jashtë shtëpisë apo të punojë vetëm në shtëpi. Për mua principi dhe gjëja më e madhe është që ti të kesh mundësi që e vogël të zgjedhësh. Të zgjedhësh çfarë do bëhesh, ashtu siç kanë të drejtë edhe burrat çfarë do bëhet. Pastaj problemi më i madh i gruas është që pasi arrin të gjitha këto, prej saj priten dhe të tjera gjëra, në ndryshim nga një burr. Pritet edhe që të mbaj familjen, nga ana fizike, materiale, mbajtja e një shtëpie, që është një punë e jashtëzakonshme, të sjelli dhe të ardhurat në shtëpi, po aq sa burri, dhe pastaj është kjo problemi shumë i madh fizik, që është biologjia dhe dëshira jote për të qenë realizuar. Trupi njerëzor është i bërë që të gjitha këto gjëra janë i takojnë rinis, siç janë riprodhimi dhe mirërritja e fëmijëve, është psikologjikisht i mund të jesh më mirë mbi të 40, por fizikisht je nën të 40 dhe gjithë dëshira që ti të jesh e realizuar që shkon ndesh me këtë dëshirën tjetër për të bërë familje. Do të thënë këto janë disa gjëra që bien vetëm mbi gruan, mbi burrin nuk bien. Për burrat është pak më e thjeshtë, nëse dalin nga i roli tradicional që është burri që duhet ta mbajë familjen, janë dhe pak më të relaksuar. Kurse mbi gratë është rritur presioni 10 fish, por mes dy zgjidhjes tradicionale të dikurshme që ti s'ke asnjë zë në kapitull, ti lind të martojnë të tjerë dhe shkon në një shtëpi tjetër, është një shprehje e tmerrshme shqiptare, që vajza lind në shtëpinë e botës dhe pastaj shkon në shtëpinë e vet. Kjo është një nga gjërat më të tmerrshme që shpresoj të jetë zhdukur. Dhe kjo është kryesorja, ti të kesh mundësinë që të zgjedhësh. Përveç, domethënë, kjo nuk diskutohet, që mos ta bëjnë të tjerët dhe ta bësh vet. Është shumë e vështirë, sigurisht, sepse duhet të ndahesh në 100 copa, por nga ana tjetër unë duke qenë optimiste dua ta shoh edhe si një mundësi që vetëm mbi njeriu t'i jepet. Dua ta shoh që gruaja është kaq e zonja sa i jepet dhe ky shans që të ndahet në 100 copa, gjë të cilën burrat nuk e kanë. Po unë përmenda ndarja në 100 copa ty të sjell dhe zhvillim në fakt, është kurse kur rri në një vend është vegjeton. E përmenda kontrollin e trupit sepse dua të ndërlidhem me ajo që e them në fillim, të janë drejtuar edhe me pyetje si kur do bësh fëmijë. Për shembull, si e preti një pyetje të tillë kur ta bëjnë, që duan të kenë kontroll edhe te trupi yt? Shiko, her pas here e kam marrë dhe me nerve dhe me inat. Pastaj mësova që ta marr me humor.
mësova ta marr me humor, zbulova që nëse ti u thua moshën, shpëton nga kjo gjë, ja? Biles mund të marrësh dhe komplimente të tipit "ua nuk dukesh". është një proces shumë i gjatë, shumë e vështirë në vende si Oni, që njerëzit futen në gjërat më personale të mundshme, që janë zgjedhjet familjare apo zgjedhjet që nuk i ke ti në dorë gjithmonë. Por i ka Perëndia, i ka natyra, varet ku beson. Po pse nuk e kuptojmë që ka gra që nuk e kanë ndjenjën e nënësisë për shembull tash? Ky është një diskutim që shumë herët bëhet edhe në botë, jo vetëm në Shqipëri, domethënë nëse un kam parë sekuenca apo intervista njerëzish që kanë shqiptuar këtë gjën ose njoh njerëz që kanë thënë, e thon vetëm në rrethe shumë të ngushta që shiko, mua është një gjë që nuk diskutohet. Do me thënë, ne shqiptarët i marrim të mirëqëna që janë ca gjëra që nuk preken, janë ca tabu, që çdo grua është destinuar që të bëhet nën, vjenora biologjike, ty të bie zilja, nëse ti nuk të bie, ti je njëri shumë i keq, që nuk të ka shkuar mendja deri këtu, apo je egoiste, merr lloj etiketash. Ato që flasin bëjnë shumë mirë të shkret, në këtë rast të shkretët familjar, pasaj që shohin reagimet në rrjet apo gjithë të tjerat linçimin që bëhet. Kisha një mësafir që nuk ka më tema tabu, do me thënë po se podcasti yt është pa komplekse, kurse njerëzit sa më shumë thonë nuk kam komplekse, aq më shumë komplekse kanë. Edhe po të pëthej ndonjë gjë, në lidhje me veten ose në raportin me njerëzit, ja do mërziten disa njerëz, ja do mërzitet halla, tezja, gjyshja, po fundja është jeta jote. Është jeta jote, por më ka ndodhur për shembull dikur kisha bërë një shkrim në revistë me shumë personazhe që ishte për zgjedhjet e ndryshme sa fëmijë keni. Dhe një njeriu im, që ishte njeriu im edhe njëri publik, por edhe i familjari imi, kishte thënë që kam vetëm një fëmijë, sepse aq dashuri kisha, nuk kisha për më shumë. Po të kishte më pak se sa një fëmijë, do kisha më pak, por një aq. Edhe prindi i këtij personi, që ishte një familjari imi, pata këtë diskutim që pse duhet ta bëni këtë gjë publike. Unë thash që është një deklaratë normale, është një gjë që thuhet, edhe më erdhi përgjigja, po pse ju do ta ndryshoni botën? Kjo është një gjë që s'ka pse thuhet publikisht. Pra ne kemi akoma ato filtrat shumë të forta, sepse mendojmë që lëndojmë njerëz apo gjithë tjera, qoftë edhe për faktin që vjen ndoshta edhe një pikë dhe thua me vërtet pse unë do ta rregulloj botën, s'po e them fare, nuk po i jap këtë kontribut sepse nuk e di se sa ti jep të thuhet ashtu, sepse fundja nëse ti ke një mendim të caktuar, edhe bota le ta pranoj mendimin tënd. Domethënë mund të jetë kundra botës. E vërtetë është, po është dhe një shprehje 50 vjeç na lejohet jemi dhe cinik, në luftën mes meje dhe botës unë marr anën e botës, kështu që për qetësi në këtë rast. Po ti e ke pas ndjenjën e nënsisë, Iva? Shiko, ajo zilja nuk ka tringëllir ndonjëherë, nuk e di atyre që u ka tringëllir, po ndonjë alarm, ndonjë gjë nuk kam pasur asnjëherë. Unë kam pasur gjithmonë një ide dhe një ide të rrënjosur nga familja ime që unë duhet jem me zonjë vetes, duhet ja dal vetë në jetë, nuk duhet varem nga askush, nga asnjë burr, përfshirë dhe nga i matë. Sado që unë mendoj gjithmonë që i vetmi burr ku unë mund të mbështetesha gjithmonë ishte i matë. Dhe unë gjithmonë kam dashur që të kem familje. Nuk kam menduar asnjëherë që të gjej një partner sepse erdhi ora dhe mbaruan në treg dhe duhet të gjej urgjent një partner sepse është mosha kaq edhe ka ngelur kaq vezë dhe ora biologjike ka të bëjë dhe me këtë, me rezervën e vezëve. Në këtë rast shumë banale, po ta llogarisësh, ka që ndoshta e ndjejnë si alarm, unë alarmin nuk e kisha, gjithmonë më zhdukur sikur jetën e kam përpara, e vetmja gjë që gjithmonë kam qenë e ndërgjegjshme dhe kam pasur bindje është që unë nuk do bëja asnjëherë familje sepse erdhi ora dhe të shifja vërdall, tani erdhi ora, unë më duhet një burr dhe duhet të gjej një sepse s'kam më kur bëj fëmijë. Njoh shumë shoqe, kolege
njerëz, shoqe të shoqeve që e kanë bërë këtë gjën, disave ju ka ecur mbar, disave jo, janë zgjedhjet e tyre. Zgjedhja ime ka qenë gjithmonë kur të kisha jo vetëm flutura, por të ishte edhe personi duhur në shtëpi dhe personi me të cilin unë dua të kaloj çdo ditë jetës time deri në frymën e fundit. Dhe unë kam gjetur atë person në një moshë që ishte relativisht vonë. Kështu që në atë moment pastaj nuk kam dashur që t'i futem këtij kalvarit të jashtëzakonshëm me ku fëmia zbret nga ai kuptimi hynor që ti ke dhe ajo gjëja magjike dhe përfundon në laborator në sasi vezësh, analizash dhe gjithë të tjera. Më duket madje një shoqja ime dikur që e mendonte dhe ta bënte vetëm dhe ajo hoqi dorë, unë kam qenë gjithmonë kundër kam shumë respekt dhe admirim për ato që ja dalin dhe ngjizin një fëmijë vetëm që në fillim dhe ja dalin ban. Një shoqja ime kur donte ta bënte u tërhoq vet, jo për shkak të presionit ton, por tha erdhi një pikë tha dhe mu duk sikur do bëja koktejl dhe jo fëmijë. Kur shifte ato të dhënat, si duhet ishte babai i fëmijës, flokët kështu ngjyra ashtu, shtodhe pak të, hidhi pak piper, pak unë jam dhe besimtare dhe mendoj gjithmonë tek diçka hynore dhe them në fundit që vullneti i Zotit ishte që unë të kisha një familje në këtë moshë, të kem shumë dashuri, të kem familjen time pak më të madhe, ku hyn imvlla mbesat e mia, ku kam shoqe të ngushta dhe fëmijët e tyre, prej shumë vitesh jam një teze e tyre dhe mbi të gjithat jem mirënjohëse për jetën time dhe të numëroj bekimet dhe jo të marr mungesat. Këtë e kam pasur gjithmonë. Gjithmonë kam numëruar bekimet, asnjëherë nuk kam thënë çfarë më mungon. Dhe në këtë rast nuk e kam parë kurrë si mungesë. Përmend edhe një temë shumë të rëndësishme në lidhje me familjen, sepse jemi në një kohë që po flitet vazhdimisht për familjen, për shkatrimin e familjes, konceptin e familjes, se çfarë është familja. Dhe përmend shumë bukur që familja është edhe vetëm një burrë e një grua. Pse ka paragjykime, domethënë kur familja përbëhet vetëm nga një burrë dhe një grua, pa fëmijë në këtë rast? Sepse njerëzit në shumicën e rasteve dhe nuk ju a marrë për ters, prandaj thash bëj dhe shaka her pas here, njerëzit nisen nga ajo që ata kanë kur të thonë diçka. Për shumë njerëz është lumturia, arritja, dashuria më e madhe dhe shumë njerëz mund ta bëjnë dhe pat keq, sado që dhe mund të lëndojnë në raste të caktuara që e kanë vetë dhe thonë, ua, po ti nuk e ke, është kjo gjëja që të mungon. Jo shumë kush di ta bëj këtë diferencë, që ta mendoj dhe mos ta thot, ka që e thonë bukur, marrin përgjigje të bukura, kur e thon keq, pastaj mund marrin ndonjë përgjigje pak të keqe, ndonjë përgjigje me humor, këtu varet nga dita ime. Nga her pas here që unë e kam prekur si temë, tani ka kopa e prekur sepse nuk kam marrë më komente të tilla, është që kam zbuluar në Instagramin tim një komunitet grash dhe vajzash me të cilat kam folur shumë shpesh, që është një nga temat më të prekshme. Kam e 10 rrëfime që i kam pasur në inbox, grash që e vuajnë dhe e vuajnë shumë mungesën e taktit nga të tjerët, apo marrjen e këtyre që unë ju them mungesa, që çfarë të mungon burri apo fëmia, mënyra se si ju a thon të tjerët, ka gra që e kërkojnë me shpirt, atë që unë e thash që unë nuk e dua laboratorin, për fat të mirë ne kemi zgjedhje në këtë jetë, kemi dhe laborator, ka shumë gra dhe vajza që e duan, bëjnë sakrifica, e paguajnë, është zgjedhja e tyre dhe dar Zoti, në këtë rast bëhet bashkë Zoti dhe shkenca dhe e kanë çuar përtej atë kufirin dhe bëjnë shumë përpjekje me hormone, duke paguar, duke bërë sakrifica, duke pasur zhgënjime sa herë që nuk kanë rezultate pozitive, duke e vuajtur fizikisht këtë gjën, dhe kjo është një gjë që e tregon dhe fiziku në raste të caktuara, me shëndoshje, me të gjitha, dhe pasi kanë këtë kalvarin e tyre të brendshëm, me të cilën ndoshta flasin vetëm me burrin apo me ndonjë motër, me ndonjë shoqe të ngushtë, duhet pasaj të merren me sqarime me një rreth shumë të gjerë njerëzish, që vënë në diskutim zgjedhjet e tyre, trupin e tyre, mjekësinë dhe vezoret e tyre. Kjo e kam parë që shumë gra i lëndon dhe i lëndon në kufi që ti nuk e merr dot me vend.
Mungesa e taktit. Mungesa e taktit edhe fakti që njerëzit presin sikur ti e dështuar nëse nuk bëre një fëmijë, apo nëse ati fëmijë si e mama e keqe nuk i bëre një motër, nuk i bëre një vlla, ndërkohë ti nuk e di kur çfarë betejë është duke kaluar ai njeri në shtëpinë e tij. Kjo është një problem shumë i madh që ne njerëzit e kemi, që futemi dhe tek gjëra që janë kaq private, nuk ka gjë më private për mua se sa trupi dhe vezorja. Pyetja saj ke rrogën është yll përpara këtyre, është një shaka e bukur. Por e ndërhyjmë edhe te trupi. Po çfarë nuk falti dot tek mentaliteti patriarkal? Shiko, unë nuk mund të them që nuk fal dot, sepse unë për fat kam jetë mbrojtëse shumë të mëdha, kur të forta, kur unë nuk fal, unë e pres edhe e heq. Dhe për fat tani në jetën time nuk ka njerëz prej, jo tani, po ndoshta prej 20 vitesh, njerëz të cilët nuk ndajnë të njëjtin mentalitet me mua, të njëjtën mënyrë jetese, dhe këtu duket egoiste, mund duket çfarë të duash, por unë nuk i bëj njerëzit vetëm për shkak se mund të kemi gjak, mund të jemi afër, apo mund të kemi marrëdhënie pune. Jam sigurisht e edukuar, tregoj respektin e duhur, por janë njerëz me të cilën nuk ndaj asgjë. Kështu që unë ndaj gjërat e mia dhe në rrethin tim janë vetëm njerëzit me të cilët unë ndaj të njëjtën mënyrë jetese, të njëjtat pasione, të njëjtën filozofi jetese, me raste dhe të njëjtën mënyrë ushqimi. Kjo na bën që të mund të rrim në tavolina. Po çfarë është për ty feminizmi i vërtet? Feminizmi i vërtet është humanizëm, jo feminizëm. Për mua këtu dal pak nga bë një herezi ndaj katolicizmit, por për mua është të drejtat e njeriut janë gjëja më themelore. Është duken pak kundra pedal, prandaj thash përmenda katolicizmin, që her pas here them po, unë jam shumë e hapur dhe për familjet me partnerët të njëjtin seks, sepse është një realitet që ne nuk e zhbëjmë dot. Ata që jetojnë një çift, dy gra që duhen, dy burra që duhen, është i pranojmë apo nuk i pranojmë ne, ata vazhdojnë të duhen. Çfarë ne mund të bëj, çfarë një humanist mund të bëj, është që t'i japi të drejta, që ato të kenë të drejta, që ta bëjnë jetën siç e bëjmë dhe ne, sepse ne jetojmë në një shekull, fal Zotit tani, që ç'do t'ju bëjmë këtyre njerëzve? Çfarë do t'ju bëjmë? Ata janë. Dikush ka fëmijën, dikush ka vllan, dikush ka motrën. Do t'i çojmë në kampe përqendrimi, siç bëj dikur, do ta mohojnë. Është një probleme shumë të mëdha dhe drama shumë të mëdha. Ajo që ne mund të bëjmë është e para t'i lëmë në punën e tyre. Mos t'ju ashtojmë, dhe e dyta me legjislacion, me të gjithë të drejtat që gëzojnë njerëzit e tjerë, duhet i gëzojnë të gjithë njerëzit, çështjet e grave, të sëmurve, fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara, personave me orientim të ndryshëm seksual. Për mua të gjitha janë çështje të drejtave të njerëzit. Të gjithë njerëzit lindin të barabartë, kanë të drejtë të gëzojnë të njëjta të drejta. Po feminizmi falso, çfarë është për ty? Shiko, për feminizmin është bërë një nga diskutimet më të mëdha tani në rrjet dhe një nga gjuetit më të mëdha të shtrigave, sepse shumë njerëz as e kanë idenë çfarë është, dhe mendojnë që feminizmi po ju vjen në shtëpi edhe po ju prish familje. Familjen e prish shumë tepër ignoranca se sa feminizmi. Ndërkohë po mund të ketë një lloj, le të themi, feminizëm falso, që është ky feminizmi i klikimeve, që është streha e fundit pastaj e maskarejnëve si shumë streha të tjera, që ti ndoshta për të bërë i njohur, për të marrë klikime, prap flet për gjëra që as i kupton asnjë. Për mua feminizmi, mashkullizmi, po i vënganizmi, të gjitha, siç e thash, të gjitha kanë të bëjnë me liritë dhe me të drejtat e njerëzit. Po pse ndonjëherë për mua unë preferoj të them humanizëm, jo feminizëm. Po pse ndonjëherë gratë nuk mbështesin gratë? Si është këtë fenomen? Shiko, gratë nuk mbështesin gratë
siç gratë nuk mbështesin burrat, siç burrat nuk mbështesin burrat, është një nga këto lojra të mëdha të fjalëve që thuhen, njeriu nuk mbështet njeriu. Ka njerëz të mirë, ka njerëz të këqinj, ka njerëz që ndihmojnë, ka njerëz që të vënë shkopin në rrota. Unë nuk mund të them që gratë janë më të mira apo më të këqija. Këto janë nga këto citatet për mua, ka shumë njerëz që në rrjetet sociale mendojnë që janë për shembull Bukowski, Coelho, janë një tuf me autor nga cilat nxirret shumë citate dhe shumë njerëz vetëm nxjerrin citate për të treguar. Ata që nuk lexojnë zakonisht nxjerrin citate. Dhe kjo është një nga citatet më të shumta të thëna. Ty s'te hecin gjërat, e kap me botën edhe thua gratë nuk mbështesin gratë apo gjëra të tilla. Jo, për mua janë njerëz që nuk mbështesin njerëz, se sa gratë që nuk mbështesin gratë. Nuk mund të mendoj që gratë janë të liga, do ishte shumë e tmerrshme të mendosh që gratë janë kaq të liga. Ka gra që janë, mos të, por nuk është siç nuk dua të them edhe të kundërtën që gratë duhet mbështesin patjetër gratë. Jo, njerëzit duhet mbështesin njerëzit e Zot, njerëzit me të cilët ne ndajmë të njëjtat vlera. Po cila është Po kam pasur edhe gratë të liga, patjetër, gratë të liga dhe burrat të ligj. Është shiko burrat, të paktën në ambientet e Tiranës që unë njoh, e vetmja gjë që bëjnë pak më mirë se sa gratë që u del nami që janë të këqija është që e mbajnë gojën mbyllur, nuk thon nga këto, edhe mendohet që janë më të mirë. Nuk janë më të mirë, po thjesht kanë për marketing më të mirë. Po çfarë do doja të ndryshoje te mënyra se si rriten vajzat? Ose të mënyra se si rriten djemt? Te mënyra se si rriten djemt dhe vajzat, shoh ca shembuj shumë të mirë, që janë brezi i mamave që janë shoqet e mia, që janë pak më ndryshe, e para i rrisin djemt shumë mirë, sidomos djemt, se me vajzat është pak më e thjeshtë. Dikur, kultura jonë ishte që djemt rriteshin si ujët e pakët, i thoshim, ishin mbreti i shtëpisë, kurse tani mamat e reja prej kohësh ka ndryshuar që fëmijët i kanë një lloj, fëmijët gëzohen familjet gëzohen kur lindin vajza, nuk është më si dikur. Shoh që un kam qenë ndër të rralla që ka qenë goc babi e deklaruar, por shoh që tani të gjitha gocat janë goca babi, shumica. Shoh baballarët e rinj që janë shumë të mirë, përfshirë dhe tim vlla, që marrin pjesë në rritjen e fëmijëve, në pjesën fizike të rritjes së fëmijëve, në mbajtjen e fëmijëve, në ndihmën e shtëpisë, janë shumë ndryshe se sa ai roli klasik i burrit. Kështu që jam shumë pozitive që gjërat po ndryshojnë për mirë. Gocat tani gjithmonë më shumë i shoh në përsupe baballarësh, edhe kjo më bëhet shumë qefi kur i shoh. Unë e përmenda më herë që ke qenë shumë ekspozuar, ke qenë ekspozuar në formate të ndryshme televizive, po në jetë publike. Po sa ka qenë e vështirë për ty ta mbash private lidhjen tënde, tani edhe partnerin tënd aktual, domethënë burrin tënd, nga jeta publike? Sa e vështirë ka qenë për të që të jetë ekspozuar ndoshta për shkak teje? Shiko, nuk është fare e vështirë, duket si ekuacion me 2-3 të panjohura, po jo. Ose të paktën aq publike sa kam qenë unë, sepse unë nuk jam diva. Ndoshta kur je diva, këto bëhen më të vështira, por unë kam bërë dhe gazetari, edhe... Po që se si ka pasur tentime që ta nxjerrin edhe në për postime, kush është burri i Vatiçës? Jo, sepse për mua ka qenë shumë e thjeshtë, sepse unë kam koleg, është dhe Shqipëria, të themi të vërtetën, nuk është ai vendi ku ka paparac. Prandaj po them që unë kam bërë dhe media, di dhe anën siç ka shumë personazhe që dhe unë mund t'ua kem bërë këtë lloj, le të themi, shërbimi, dhe mua më është dashur të bëj gazetë, revistë, që kemi bërë sikur i kemi paparacuar, bota është e mbushur me të tilla. Absolutisht të orkestruara, kam marrë pjesë në tilla gjëra, siç kam për shembull, ka shumë pak fotograf. Ka shumë fotograf në Shqipëri, shumë pak që janë me të vërtet paparac. Për fat mirë ose të keq, unë i kam shok, kam punuar me ta, kështu që unë mbaj mend që herën e parë që unë kam shkuar me atë që tani është bashkëshorti im, kam shkuar në një event publik. S'gaboj, ka qenë kënga magjike. Sa i kam parë, kam bërë gishtin
edhe nuk e nxorën, a? Absolutisht jo, asnjë fotografi, ose më kanë bërë fotografi dhe më kanë dërguar që t'i kem për qefin tim. Jo, nuk kam vuajtur që po më gjëmojnë mua paparacët kur larg qoftë. Do të thënë ka qenë shumë okay, si për aq kosa unë nuk e kisha bërë publike, dhe kur e bëra publike për ta ruajtur identitetin e tij, sepse nuk është personazh publik, pastaj erdhi në mënyrën më të natyrshme momenti i dasmës. Deri në atë moment im shoq nuk ishte dalë ndonjëherë me portret. Të dasma kisha, sado që dasma ishte shumë e vogël, kisha vetëm 2 zgjedhje. Deri në ditën e dasmës e mbajta sekret, jo që mos dilte në media, por sepse ishte një dëshirë e imja që mos flitej jo po dasma, jo po kështu. Doja thjesht të bëja dasmën dhe nuk e kisha menduar këtë anën publike. Më saktë mendova për shkak të shoqërisë dhe për të pasur një kujtim të bukur, kisha xhiruar diçka më përpara me Orindën, që është mikesha ime dhe ishte në dasëm, dhe nuk kisha asnjë plan as me Orindën, nëse o ta përfshinim edhe Sorenin në planet e dasmës, se kishim bërë këto intervistat me provën e fustanit dhe me gjërat e tjera, dhe kur erdhi dita e dasmës, kisha 2 zgjedhje, ose atyre njerëzve do t'ju çoja një mesazh që ju lutem mos bëni asnjë postim, ose mos bëni postim të dhëndrit, ose do bëra atë që bëra, thash një orë përpara, pse mos t'i lë të lirë këta njerëz. Unë kisha një dasëm shumë të vogël, shumë intime, vetëm me 50 njerëz, dhe pse unë duhet ju bëja këtyre njerëzve si regjizore, dhe t'ju thosha hidhni këtë, postoni trëndafilat, postoni ftesën, po mos postoni nusen. Më pyetën 2 shoqe që janë gjithashtu gazetare, më thanë çfarë të bëjmë, të nxjerrim gjë, dhe unë i shkruaj ta bëni çfarë të doni ju. Dhe që në atë moment e lash të lirë, hodhën foto nga kisha, video, të gjitha, nuk i kontrollova, nuk i bëra dhe bëra shumë mirë. Po, dhe në atë moment pastaj u bë dhe portreti i burrit tim u bë publik dhe ishte një gjë shumë normale dhe për të dhe për mua, dhe nuk e vuajti asnjëri, nuk patëm asnjë lloj problemi nga ky ekspozim. Është vazhdoi në mënyrë, nuk është nga Shqipëria. Nuk e ka pasur kur problem të shfaqet apo të mos shfaqet. Ishte në fillim një zgjedhje që e bëra unë, të them drejtën, sepse pa e shfaqur, sepse kisha bezdi atë titullin e tmerrshëm, Zbulohet bashkëshorti Gjermani i Vaticos. Dija dhe titullin, duke qenë gazetare ti di gjithmonë edhe titullin, nuk ishte titull që më pëlqente. U bë disa herë si titull punë e tyre. Në këtë moment nuk kemi po nuk është edhe aty isha shumë, madje unë shkonim kudo bashkë, në çdo pritje, në çdo event, gjithë këta gazetarët që i kemi miq, i takojmë, ju shkonim në për ditëlindje, në për gjitha, thjesht ai nuk dilte në fotografinë e madhe të grupit, madje disa herë në story të shoqeve të mia ka dalë dhe askush nuk e ka bërë lidhjen kush është apo çfarë bën. Domethënë nuk ishte ndonjë wow që ne u lodhëm shumë për të fshehur apo për ta nxjerrë në këtë rast. Iva, sa është e rëndësishme për ty besnikëria? Besnikëria në ç'kuptim? kuptim? Në gjitha kuptimet, në kuptimin e përgjithshëm të fjalës. Besnikëria për mua është shumë e rëndësishme në përlidhje. Mendova që e kishe vetëm në çift. Në çift. Besnikëria është një nga shtyllat e çdo marrëdhënie. Absolutisht çdo marrëdhënie që ka të bëjë edhe familjare dhe shoqërore, patjetër dhe në çift. Kurse pastaj për gjithë pjesën tjetër të xhelozisë, të gjithave, mendoj që çdo çift ka rregullat e veta dhe ka kufit e veta, se cilat janë kufit ku janë sinoret. Askush nga ne nuk ja përcakton dot. Po cilat janë kufit tu me partnerin tënd, me që jeni dhe nga kultura të ndryshme? Ku ishin ato? Shiko, ne kemi qenë që ditën e parë, nuk kemi pasur asnjë lloj pengese kulturore. Unë mendoj që kur është njeriu i duhur,
kur një çift duhet çdo gjë vete në vendin e vet. Ne s'kemi pas asnjëherë debate dhe vazhdojmë nuk kemi debate xhelozie, debate kontrolli, debate. Ndoshta jemi shumë komod me njëri tjetrin, ndoshta jemi asnjëri nga ne nuk ndihet i pasigurt në lidhje sepse pasiguria. Ne jemi njohur në rrethana absolutisht komplet kazuale, s'më erdhi në shqip. Rastësore. Ndjes ndonjëherë nuk më vjen ndonjë fjalë dhe kaq e thjesht. Mosha. Por mendoj që tani arrit të mendoj dhe të arri në përfundimin që kur është njeriu i duhur, çdo gjë shkon në vendin e vet pa folur, pa vënë rregulla, pa thënë që shiko unë nuk dua këtë, nuk dua atë, mendoj që gjërat shkojnë aty ku duhet. Ndoshta kjo vjen sepse edhe kur ne u takuam për herë të parë ishim të dy nga 43 vjeç, kështu që edhe jemi një moshë të dy, edhe përvoja, edhe të dy kemi pasur një jetë të gjatë përpara se të takohemi me njëri tjetrin. Kjo të bën që ti e di gjithmonë çfarë nuk do, edhe shmang për të ndërtuar një gjë që e duan të dy. Dhe kjo të heq shumë drama, shumë sa unë ndonjëherë dhe shqetësohem, them që lidhje kaq pa drama, kaq të qetë, kjo më ka bërë këtë dëmin ndoshta që më mban pak larg këtyre debateve ose edhe krijimtarisë. Sepse krijimtaria gjithmonë do debat, do konflikt të brendshëm, do gjëra për të cilat ti të jesh, të luftosh, të kesh dyshime, kurse kur je kaq të marrë në mësysh, po kur ke një lloj qetësie të tillë, do thosha kur je zen, nuk jam zen gjithë ditën, po kur je mirë, të gjitha këto pastaj e shfaq këtë qetësinë në çdo lloj gjëje. Beson te besnitnit? Her pas here, po, te syri, pak. Her pas here kam marrë mësysh edhe veten, ose kam dashur të them që kam marrë mësysh, por kam folur që dhe shkenca njeh diçka te ky ka të bëjë me transmetimin e energjive. Kurse te besnitnit e tipit Macja Zeze, premte e martja, nuk. Pash një deklarat kur po lexoja, po shifja gjeja materiale dhe për bisedën, gjëra interesante. Pash një deklarat që kishit bërë kohë më parë që kishit thënë se shumë keq që burri im nuk pati një fëmijë. Po pse e the këtë deklarat? Kam qenë në një emision te Goca dhe Gra dhe ka qenë një moment shkëmbimi shumë i bukur me Dalina Buzin. Sepse aty e kam treguar, ka qenë emisioni direkt pas këtyre reagimeve në Instagram, sepse është i takon fillimit të lidhjes, kur unë mendoja që shumë e ndërgjegjshme që 43 vjeç mundësitë për të bërë nën janë shumë të vogla. Dhe në atë kohë, kur ja kam treguar të paktën Dalinës në studio, po tregoja që ka qenë në fillim të njohjes time me bashkëshortin e ardhshëm, kur e kam pyetur nëse kishte fëmijë dhe më tha jo, diçka në trurin tim punoj që thash mos, sepse një njeri që nuk ka fëmijë, nëse kjo është diçka mund të doj fëmijë. Dhe në këtë kuptim e kam thënë, e kam frikë, por që frikë që ka zgjatur 10 sekonda, sepse sapo ma kaloi trurin, unë ja thash edhe më tha që donte të rrinte me mua, edhe pavarësisht çfarë do na sillte jeta, po zgjidhte të rrinte me mua dhe jo të bënte plane për të pasur fëmijë, donte të rrinte me mua dhe kaq, çfarëdo që të ndodhte, dhe jemi këtu. Dhe meqense ma kujtove, shoku im dhe kumbari, e kam dhe kumbar, Keldemi, ishte një nga ata njerëz që protestoi dhe morin telefon. Tha, pse si vë frerin gojës, edhe ai më tha pse ti do ta ndreqësh botën, ç'keni këto deklarata. Po thash unë është e vërtet, është një gjë që unë tregova të vërtetën, s'është e thënë nuk duhet i tregoni të gjitha, pse duhet i tregojmë të gjitha në kamera, sepse është një nga ato gjëra, që njerëzit mund ta marrin dhe ta përdorin kundër, ta nxjerrin nga konteksti, ta bëjnë virale, sado që ai ishte një emision shumë i mirë, kjo ishte një deklaratë që nuk u bë shumë virale dhe u nda mes miq në studio me të 4 vajzat që ishin në studio e Goca e Gra. Një nga momentet më të mira televizive kur ke të bësh me prezantuese që janë
me integritet të zonjat edhe që kanë qëllim të bëjnë emisione dhe jo të bëjnë klikime boshe në këtë rast. Po shikoj, unë vlerësoj shumë sinqeritetin të personazhit. Edhe unë e kam vlerësuar gjithmonë edhe jam gjendur, unë më shumë jam gjendur në anën tënde se sa në anën time dhe nuk më kanë pëlqyer asnjëherë personazhet që vinin për të dhënë intervistë, për të dalë në revistë, në gazetë dhe vinin me fraza të gatshme apo donin të përshëndesnin dhe të falenderonin njerëzit që kishin ndihmuar. Janë shumë të rëndësishëm, po lexuesi nuk do ta di këtë gjën dhe sigurisht që dhe unë prandaj gjithmonë kam qenë dhe vazhdoj të jem e sinqertë nëpër intervista, aq herë sa jap, duke thënë gjithmonë atë që është e vërteta ime dhe pikë. Unë besoj që sinqeriteti vlerësohet. Unë besoj shumë edhe sado që mund të kemi miq, unë e kuptoj që reagimi i Kelit në këtë rast ka qenë dashamir, sepse mik duke qenë shumë i afërt me mua, si një familjar, është nga ata që nuk i pëlqen që të lexoj reagime apo keq kuptime, siç e bën dhe im vlla, që thot me shaka, thot mos, thot të shkruash ti, liri se jemi rahat tani që s'po shkruan. Pse të mërziten tjerë, domethënë ajo që thot Iva, unë e kuptoj edhe reagimin e vllajt, edhe të mikut tënd. Shikoj, nuk është asnjëherë gjë e bukur nëse ti sheh, unë nuk i shoh, po familjarët dhe mund të i shohin, nëse ti duke bërë scroll, sheh, sidomos Facebooku është i tmerrshëm. Sheh fytyrën tënde dhe poshtë 600 komente. Aty ti e di që 590 janë duke u marrë me sa që ke shëmtuar, sa je plakur, pa e dëgjuar fare atë gjën që ti po thua, duke të paragjykuar, duke sharë atë titullin që s'ekziston, që është aty përsipër. Unë nuk merrem të lexoj, por familjarët e të gjithë njerëzve gjithmonë preket. Komentet negative do i marrim gjithkohës. Shife, edhe vetëm mua më kanë komentuar për mënyrën si flas, për mënyrën si vishën, për mënyrën si duken, për mënyrën si kam flokët. Edhe por njerëzit ty nuk do t'ja dish, por njerëzit e familjes tënde më beso që mërziten. Mërziten në këtë rast. Lajmi i mirë është që ajo portalet për mua e kanë humbur, ikur shkëlqimi i portaleve. Tani erdhi koha podcasteve. Tani duhet iki dhe Facebooku dhe e mbaruam si cikël, po në fund është. Po të shohësh numrin e njerëzve që janë larguar nga Facebooku dhe kush ka mbetur është okay, thua u hodh tek ai koshi plerave punë e madhe. Unë nuk e hap për vete. Nuk ke nevojë pse të mërzitesh sepse unë nuk e hap. Është në këtë rast duhet flasim me vllain, me Kelin, me familjen tënde, ndoshta që mund të jetë në Facebook. Unë kam mamin figurë publike, domethënë është në politikë madje. Edhe kur je figurë kaq e ekspozuar, domethënë unë jam mësuar që ajo të marrë komente negative, domethënë. I qartë, po është të vjen shumë keq sepse mua më ka ndodhur më thonë njerëzit je figurë publike. Ti mund të jesh figurë publike, por ti nuk ke vend për të hedhur mbeturinat. Po fiks. Është nuk ke pse ti sepse edhe ajo mërzitet, domethënë e di unë vet kam shumë. Ajo mërzitet më shumë për ju, jam e bindur. Me mërzitet më shumë për ju se sa për veten. Normal, shife sepse pastaj më e keqe rrjeteve sociale është të kapen edhe për familje, për shemb mamit janë ka për familjen e saj, i kapen, komentojnë mamin e saj, gjyshën time, komentojnë njerëz të tjerë familjes që është shumë e ulët. Domethënë deri aty shkon, sidomos ulmet politike. Po gjithsesi për ta lënë pak të temë, kur ndihesh ti në paqe me veten, Iva? Unë në paqe me veten ndihem shumë shpesh, gjithë jetën unë jam ndier në paqe me veten gjithmonë kur jam futur në shtëpinë time, gjithmonë e kam pasur vendin më të shenjtë edhe e vogël. Unë vdisja të kthehesha në shtëpi. Ka qenë gjithmonë shtëpia, ka qenë për mua kryesorja. Pushimet e verës të gjata, të shtrirët në kohën e drekës me një libër përpara, për mua janë kënaqësia më e madhe në botë, që nuk ka ndryshuar që nga pushimet e para që unë mbaj mend 6-7 vjeç, sa kisha mbaruar klasën e parë, kur më blen një libër prej vërtetit, të lidhur dhe jo me figura, dhe më nisën në kampionierë 7 vjeç. Dhe kjo ishte pak a shumë, sado që qava shumë, dhe gjithmonë kam qarë kur nisën në kampionierë dhe gjithmonë doja të ikja. Gjithmonë unë vetëm në një ambient të qetë me një libër përpara. Kjo është për mua jeta më e qetë, jeta që kam dashur gjithmonë, dhe falë Zotit, jam në këtë pikë edhe është një gjë që e bëj
për ditë dhe sa herë të dua. Kjo më duket luksi më i madh që e fik dhe jam vetëm për vete. Qoftë dhe gjysore, qoftë dhe gjithë ditën. Ka raste që duke qenë e vetë punësuar me disa punë paralele ca kohë dhe ndonjë kohë dhe me asnjë punë, por që kur dhe ke dhe punë të tilla me vetëm me afate mund t'ja dalësh të mjafton të menaxhosh kohën tënde, që t'i japësh her pas here vetes, zgjohesh në mëngjes dhe je pushim të martën, të mërkurën, të enjten dhe bën asnjë gjë, pa dal nga dhoma, në të ngrohtë ose në të freskët, në ambientin e shtëpisë me një libër të mirë, është luksi më i madh. Po, a është e vështirë ta pranosh plakjen në këtë botë që është kaq vizuale? Jo, do isha hipokrite të thosha që është okej. Është okej. Të gjithë është shumë e rëndësishme shëndeti, sigurisht, sepse ne njerëzit kërkojmë çdo lloj gjëje, duam kështu, duam ashtu, duam më të bukura, më të mira dhe kur nuk e shëndetin çdo gjë që ke bëhet zero. Shëndeti është i pari, por ne marrim të mirë qenë dhe pasi e kemi, përballja me pasqyrën është gjithmonë kushdo ose të paktën nuk njoh një njeri që të mos ta ketë problem që dalim pasqyrë dhe të thotë punë e madhe si dukem, apo në fotografi apo përballja me veten. Kolagjeni është i mirë, mos të bëhemi hipokrit, por për fat jetojmë në një botë ku mund ta përmirësojmë, mund ta shtymë disi, mund të rifreskohemi, ka ditë që dukemi mirë, ka ditë që dukemi keq. Për mua është shumë e rëndësishme që të fillojmë të moshohemi duke u ndier mirë brenda disa pa u futur në drama, pa u futur në këtë që njerëzit moshën e kanë dhe sharje në Shqipëri, shumë qesharake, sepse është një gjë që nuk do t'i shpëtoj askush, çështje kohe. Dhe vjen për të qeshur kur e shoh, kur sulmohen personazhe televiziv, por është ignoranca ajo që e bën, sepse dhe unë më ndodh që mendoj dikush që kam kopa e parë duke bërë scroll, më del përpara është tinjur më shumë, dhe mos, por nuk e shkruan, dikush e shkruan, kështu që her pas here e kaloj mirë, her pas here ka dhe ditë që mërzitem, ndonjëherë mendoj që do duhej të bëja ndonjë shiring më shumë, ndonjëherë dhe bëja të shiringën, është por bën ndërhyrje plastike? Ndërhyrje plastike jo, nuk kam bërë akoma. Ndoshta do bëj në të ardhmen, nuk kam pasur akoma nevojë ose më gënjen mendja që s'kam akoma nevojë për ndonjë shtrirje, ndoshta e bëj, ndoshta nuk e bëj, nuk e di. Bëj kështu rifreskime të vogla për të mbajtur moshën, siç bëjnë shumica e vajzave dhe grave. Ne ju themi rifreskime që nuk kanë të bëjnë me ndërhyrje kozmetike, po janë gjilbëra të caktuara, që është bisedë shumë e gjatë tani të themi, tani ka dalë dhe ADN-ja e salmonit, ato janë në ndryshim, ose një pjesë biseda shtona me moshatarët, është kur takohemi dukesh mirë, çka ke bërë, një shkëmbim eksperience, ose duke thënë mua më kanë rënë, duhet i rifreskoj, duhet i bëj. Po për tema si menopauza, pse nuk flitet për shembull? Është një nga tabut më të mëdha në Shqipëri, për aq kohë sa përdoret si sharje. Nëse ti ngre zërin, është e tmerrshme, i gratë sulmohen nga hormonet, dhe hormonet janë një gjë që shoqërojnë gjatë gjithë jetën, shoqërojnë që nga adoleshenca, mosha e një gruaje është e përcaktuar si asgjë tjetër vetëm nga hormonet, nga një zhvillim hormonal më shumë, më pak dhe gjitha bashk, dhe ne i përdorim si sharje. Shumicën e rasteve janë vetë gratë, këtu po dalë tek ajo që folëm pak më parë, por e kanë nga ignoranca, ose i bien për shkurt, harrojnë që do ta kenë vetë, e kanë pasur vetë kur kanë qenë adoleshence, kanë maman, ose është një gjë që siç është kjo frika e vdekjes, që ne jetojmë pa pasur frikën dhe pa pasur atë mendimin që ne do vdesim. Është një nga ato harresat më të bukura të botës që ne na bën që të shkojmë përpara, harresa që ne do vdesim. Ndoshta kjo është dhe harresa që ne do moshohemi, të duket sikur do jesh i ri gjithë jetën, sikur menopauza s'do të preki kur ty dhe harron që mund të kesh një mama në shtëpi, po kam dëgjuar shumë shpesh
biles burrat nuk e përdorin, din ta frenojnë gjuhën, që gratë mund t'i thonë njëra tjetrës që pse vërtet sikur je me ato për ciklin apo o filanka është e shkalluar se është menopauzë. Ndërkohë që është një rënje drastike hormonesh që ndodh edhe që 30 vjeç, ka gra që e kalojnë 30 e ca vjeç, ka gra që e kalojnë 50 vjeç, është paramenopauza që zgjat një 10 vjeçar të mirë dhe që ndikon në shumë gjëra. Për mua vendet e zhvilluara po arrin, e para flasin, e dyta kanë arritur të fusin vende si Spanja në kodin e punës edhe atë ditën pushim të ciklit menstrual, sepse është me të vërtet duket si përkëdheli apo princesh mbi bizele, por ka gra që i prek shumë keq, siç ka gra të tjera që vuajnë nga anemia gjatë ditëve të ciklit, do të thënë pastaj shtohet ca hormone të tiroides, Hashimoto, kanë dalë. As vetë ne nuk e kemi iden se sa kimia, unë kam qenë nxënëse shumë e keqe në kimi, ishte lënda që e kisha më të merr, por tani që më duhet ta shoh dhe të shoh që jetën tonë në fakt e ndikon më shumë se çdo gjë tjetër, më shumë se algebra apo gjeometria, ku unë isha dhe më mirë. Po, cilat janë sot pasiguritë tua, Iva? Pasiguritë e mia jo vetëm sot, po gjithmonë kanë të bëjnë me pjesën fizike. Që kam gjithmonë shumë frikë mos më ndodh ndonjë gjë fizikisht. Dhe mundohem ta ruaj shumë trupin tim. Me fizike kanë të bëjnë, me mendore ka kohë që kam mbi 20 vjeç që s'ka më pasiguri mendore, nuk ka të bëj vetëm me momentin e tanishëm, po kam punuar gjithmonë me veten që të jem mirë nga ana mendore dhe u bë shumë kohë që mundohem të jem mirë dhe nga ana fizike, sepse frika ime më e madhe është kjo që mos trupi nuk do vi një moshë që do vi një kohë që nuk të përgjigjet. Ajo është frika më e madhe. E shoh me gjëra të vogla që mund të jenë griprat sezonal që sa vjen dhe bëhen më të vështira, që nga i Covid-i i famshëm. Edhe ato janë gjithmonë nga për pjesën time dhe pastaj frikrat më të mëdha janë për të tjerët, jo për vete. Kur fola pak më parë që thash për harresën e vdekjes, është gjithmonë frika më e madhe, jo për mua, po për njerëzit e mi. Jam shumë egoiste kur mendoj që do doja t'ika e para. Më duket mallkim shumë i madh. Vazhdon t'i kesh prindrit? Jo, nuk i kam. Më prindrit, ndoshta kjo më ka bërë që ta ndjej veten sikur kemi dalë në rresht të parë. Është një kapërcim shumë i çuditshëm që ndodh. Në fillim kur ikën njëri prind dhe pastaj kur ikën tjetri automatikisht e sheh veten që je në radhë të parë. Kur i ke humbur? Babin shumë herët, mamin relativisht vonë. Ishte vështirë? Po, sigurisht e të dyve. Është shumë e vështirë, por janë nga ato gjërat që unë i kam mbajtur gjithmonë shumë private, të them drejtën. Kur flitet e gjëra private, shumica e njerëzve mendojnë shtëpia, burri, mendimet. Unë në fakt gjëja që mbaj më private është zia, humbjet. Ajo është gjëja që unë kam mbajtur gjithmonë më private. Nuk e kam shkruar, prandaj edhe ti nuk i di, se nuk i kam shkruar kurrë në rrjete sociale, në vende të ndryshme, jo se kam ndonjë kompleks, po e para nuk kam dëshirë të më ngushëllojnë të panjohurit, edhe ose ndoshta, kjo është për të parë, janë gjëra që nuk i kam procesuar vetë akoma. Ke qenë lidhur me mamin? Edhe i kaloj, më shumë kam qenë lidhur me babin, kam qenë gjithmonë gocë e babit, kurse vllai ka qenë çuni i mamit, pak a shumë familje klasike, por është një proces shumë i gjatë. Zia dhe mënyra, të gjithë ne njerëzit e përballojnë në mënyra të ndryshme dhe kjo është një nga ato gjëra që unë nuk kam dashur kurrë ta përball me të tjerët, sepse nëse thash deri tani që ne jemi shumë ignorant,
paditur, të përdor fjalë më të butë, në mënyrën se si ju drejtohemi të tjerëve apo sa ju futemi në gjërat fizike. Tezia pastaj në shqiptarët, aty kalojmë çdo limit, sepse ne japim leksione, çfarë duhet të bërë, çfarë s'duhet të bërë, si duhet ta ndjesh, kemi gati, më ka shkuar një mendja të botoj ndonjë gjë për institucionin e zakoneve dhe të zis, po pastaj kam përtuar, siç bëj unë zakonisht, sepse ne kemi një kushtetut të tërë të mënyrës se si mbajmë zi. Madje unë kam parë që edhe fjalë të këqija në Shqip, ne kemi shumë më tepër se sa fjalë të mira. Fjalë që shprehin zin, trishtimin, të keqen, fjalori jonë është shumë i pasur në krahasim me fjalët që shprehin gazin, lumturinë. Kemi sa shumë. Po, çfarë mendon që është gjëja më toksike që ne kemi normalizuar si shoqëri? Atë që e bëj dhe unë, her pas here, ose shumicën e kohës, të mësuarit me të keqen, normalizimit të keqes. Normalizimit të keqes. Unë e kuptoj pse e bëj unë, dhe kam idenë që për këtë e bëjnë dhe të tjerët, sepse jemi lodhur nga ky tranzicioni kaq i gjatë, që vajti 26 vjet, apo 36? 36, okej, se unë kur mendoj 20 vjet më parë, mendoj akoma që janë vitet 80, më keq akoma, është që nga që jemi lodhur kaq shumë, me këtë jetesën kaq të keqe, ne në Shqipëri, në Kosovë jemi pak më ndryshe, jeni akoma më optimist dhe në përstudime dilni më lartë se sa ne. Mendoj që ne themi varja rëndësi ka t'jem unë mirë dhe nuk merremi. Normalizimi me të keqen, me shembujt e këqij dhe me gjithë të tjera. Kjo është gjëja më toksike dhe shumë keq më vjen ta them si shoqëri, mungesa e shpresës. Çfarë të mungon ty sot, Iva? Nuk më mungon, por e ruaj si sytë e ballit apo më streson kur e harxoj koha. E kam edhe kam gjithmonë atë idenë që po më rrëshket në gishta dhe dua ta kap. Jam duke u kënaqur edhe them, o bobo, mos nuk kam kohë të kënaqem sa duhet, o bobo do mbaroj. Domethënë është vetëm koha. Po çfarë të bën të lumtur në mënyrë naive? Koha më bën e di çam bëri shumë të lumtur para disa ditëve, pash të liçenit Xixëllonja. Mendova që ishin zhdukur nga Tirana Xixëllonjat, edhe dola edhe parë mbrëm dhe kishte prapë të liçenit Xixëllonja. Mendova që ishte një natë, kam lexuar që Xixëllonja dalin kur është ajri pastër, dhe mu duk si kur ishte vetëm atë ditë ajri pastër, dola edhe parë mbrëm dhe pash ishin prapë Xixëllonjat. Më lumturojnë në momente të tilla, më lumturojnë sepse më kujtojnë një kohë që nuk është më koha e fëmirisë time, edhe më duket sikur ka ngelur koha aty në vend, prandaj thash koha. Gjërat shumë të vogla që kanë të bëjnë me një mirëqenie shumë naive dhe shumë të brendshme. Jo gjëra materiale, jam shumë e lumtur për gjërat materiale, të jemi të sinqert. Më pëlqejnë shumë gjërat e bukura, gjërat luksoze, nuk po bëhem kaq filozofe, por lumturinë që më japin gjërat e vogla, përditshmëria ime, shtëpia ime, familja ime, njerëzit e mi është e pakrahasueshme, këto gjërat e vogla fare. Çfarë nuk do të pranoje asnjëherë? Nuk do bëj asnjë kompromis për të? Shiko, kjo është një fjalë shumë e madhe dhe unë kam mësuar që mos them kur fjalën asnjëherë, sepse njeriu është në proces shumë të madh evoluimi, ndryshimi, dhe mendoj që njeriu bën më të mirën e tij përshtatur dhe me rrethanat. Rrethanat ndryshojnë edhe gjërat tona ndryshojnë gjithmonë dhe mendimet tona ndryshojnë gjithmonë dhe përparësitë tona ndryshojnë gjithmonë. Atë që ti thua nuk do ta bëja kurrë, vjen një ditë që dhe e bën. Kështu që do preferoja mos të thosha këtë gjë. Kur mos thuaj kurrë. Dhe në fund dua të pyes, kush është Iva ti që pa komplekse? Pa komplekse nuk e di, nuk e kam zbuluar pa komplekse, sepse të gjithë kemi komplekse tona. Është kur të zbulojmë që ne jemi nga pa komplekse,
besoj se do jetë ajo dita e fundit ku je përpara krijuesit. Ndoshta aty do jesh fare pa komplekse. Po dhe aty do kesh kompleksin, unë duke ditur veten që jam çik i leqare, që do dua të marr më të mirën, do dua të bëj figurë të mirë dhe para krijuesit, që të më vër një vend të mirë atje në fund. Iva, faleminderit shumë që Shumë faleminderit dhe unë ty, harova që kemi kamerën, kemi mikrofonat dhe një nga gjërat që më mungon shumë dhe që e gjeta është që ne merremi shumë me gjëra të vogla dhe kemi haruar bisedat e thella, të sinqerta dhe më pëlqen shumë kur gjej njerëz që më ndezin këtë dritën e të gërmuarit pak më thellë dhe të bisedave që shkojnë pak më thellë se sa moti e përditshmja dhe këto gjëra. Kur flasim dhe kështu si për energjinë, për krijuesin apo për ditët e shkuara dhe të ardhmes. Shumë faleminderit që më ftove. Faleminderit shumë që erdhe dhe mi kujtove ditët e bukura atëherë të pandemisë kur flisni për libra. Edhe kjo bisedë sot ishte vetëm vërtet po prapë shumë e bukur. Shumë faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit shumë edhe unë të uroj shumë suksese në gjithë punët e tua që ti bën, që janë të pafundme. Kështu që shpresoj që të kemi prapë mundësi që diskutojmë. Me shumë qejf, sidomos nëse ti do bësh dhe një seri podcastesh me libra, siç bënim bisedat dikur, do jem gjithmonë e ftuar te ty me shumë dëshirë. Me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit edhe një herë. Dhe miq të dashur, ju falenderoj shumë gjithëve që ndoqët këtë epizod podcasti dhe ju ftoj që të vazhdoni të ndiqni podcastin tim Pa Komplekse me mua Elionin edhe në epizodet e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.